Presidenti i ri i vendit Hashim Thaçi mund t'ja imponoj vendit shkuarje në zgjedhje të parakoshme si rezultati i krizës politike. Të paktën kështu vlerësoj njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, forca elektorale e cila qëndron prapa Thaçit e bën atë më të fuqishëm se sa të gjithë presidentët tjerë që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Thaçi mund të imponoj të shkohet në zgjedhje të parakoshme, mirë, po nuk i besoj që këtë do ta bënte krye në vete. Dhe nuk e besoj që do ta merr ndonjë vendim në kryen e vete, po thjesht këtë do ta bënte pa mendje vetëm konsultim me partitë e të opozitës, po e të opozitës. Duke komentuar ofertën e PDK-s për dialog mes pozitës dhe opozitës, analisti Shala thotë se është e pamundur të ndërtohet një konsensus i gjerë për bashkëqeverisje mes pozitës dhe opozitës. Opozita sipas tij, ofertë serioze e konsideron vetëm caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. E analisti tjetër politik Halil Matoshi thotë se ish kreu i PDK-s Hashim Thaçi njihet si pragmatist i madh dhe ai do të përpiqet që oferta e tij të jetë lakmueshme për opozitën. Me këtë ofertë, sipas Matoshit, Thaçi do të provojë të ngresë veten në nivel të një mbështetasi që mund të japë zgjidhje krizës politike. Thaçi do të provojë të gjejë zgjidhje politike qoftë edhe duke i ngulur thikën pas shpinën e partnerit të tij Sa Mustafës, i cili edhe ashtu nuk i vyen më asgjë. Pra, unë pres që Thaçi do të marrëveshjet me opozitën që ta dërgojë vendin në zgjedhje të parakoshme në vjeshtë të këtij viti, me kusht që opozita të mos kërkoj dorëheqjen nga posti i kryetarit të shtetit. Presidenti në ardhje i vendit Hashim Thaçi ka premtuar që pas zbetimit të tij më 7 prill do të intensifikojë veprimet me qëllim të gjetjes së një zgjidhje për kapërcimin e krizës politike, e cila ka përfshirë vendin tash 7 muaj. Të gjithë ju diplomatë sot që jeni prezent